Mirë po, në bazë e historisë si kanë rrjedh ngjarjet në parazgjedhore, atëherë mund të më qenë edhe duhet të qenë edhe të kënaqur me këtë çka është arrit. Partia Demokratike Socialiste para zgjedhjeve ka thënë se ka më qenë partia më e fortë dhe subjekti më i fortë politik në Ulqin. Ne jena shumë të kënaqur. 3175 vota është një rezultat i shkëlqyeshëm i Partisë Demokratike Socialiste. Në zgjedhjet lokale të vitit 2010 ne kemi pas rritjen rreth 30%, ndërsa me zgjedhjet parlamentare kemi pas 2844 vota, domethënë kemi tash 3175 vota. Domethënë që kemi rritje ku në zgjedhjet parlamentare kemi shku me Partinë Social-Demokrate, ata kemi shku vetë. Domethënë edhe zgjedhjet parlamentare i kemi të i kalu, kur kemi kënë 2 parti në pyetje, edhe në zgjedhjet lokale. Ky rezultat ka 2 vlerësime. Vlerësimi i parish në numri votave. Me atë rezultat si jemi të kënaqur, kemi prit 4 mandate. Në anë tjetër jemi shumë të kënaqur me atë si i kemi fitu edhe me sa mundësi tona, që do të thot këto janë rezultatet, janë arrit me një përkushtim shumë të madh të rinjve dhe me një përkrahje të madhe atyre cilët i rreh zemra tash 20 vite për Union. Na jena kënaqur me rezultatet e zgjedhjeve, edhe me rezultat si ka pas Partia Social-Demokrate, se jena e vetëmja parti cila ka qenë një pushtet top, na votusti jon i kena rujt. Ta më thanë, besimi votuesve Parti Social-Demokrate ishtë bazu në bas rezultatave si kena napë në punën e jonë në ekzekutiv, edhe punën e parlamentit, punën e Ulqinit. Po jemi mjaft të kënaqur me rezultat zgjedhjeve. Na të parësirë paraqiten në skenën politike, kemi marrë 2 këshilltar në parlamentin lokal, kena rritje votash në krahasim me zgjedhjet parlamentare, cilat janë marrë 2012 për 11% dhe besojnë se kena prezantuar një skuadër 3 njerëz ende nuk janë të njoftuar me tan antarët e jon apo këshillin e jon, ashtu si duhem me qenë mjaft kënaqur, sidomos nëse e dim se në çfarë kushtesh janë marrë zgjedhje edhe kundër kuj, domethënë kena luftu politikisht, nuk ka qenë reale me prit diçka më tepër, ashtu si jena mjaft kënaqur. Procesi parazgjedhor dhe ai zgjedhor sipas dëshmive nga terreni ka pasur shkelje të theksuara, si përdorimet e pasurive shtetërore, dhënie të dhuratave, madje edhe blerje të votave me para nga shumica e subjekteve të cilat kanë bërë gara në këto zgjedhje. Jemi vetëm subjekt politik të cilët në këto kushte kemi garuar në mënyrë fair dhe dinjitoze. Çdo të bëjmë promovim politik, ne kemi shkuar me mjetet tona, kemi financuar vetë, kurse dihet që subjektet tjera kanë shfrytzuar qoftë mjetet e transportit të institucioneve ku janë të punësuar apo që i kanë në shfrytëzim, por edhe tjera. Kemi dalë me 2-3 deklarata që kemi tërhequr vërejtjen për procesin zgjedhor dhe ju e dini që në Maltezi procesi zgjedhor është larg asaj që të jetë fare i lirë dhe demokratik. Më thanë, sistemi është i bërë i tillë që në votues ndikohet në mënyra të ndryshme. Forca Demokratike ka punuar vetëm në mënyrë institucionale, domethënë, nga ana e forcës nuk janë përdorur mjete për të fituar zgjedhësit. Ju e dini që të gjithë punët që janë bërë në komunë, në sferë publike, kanë qenë të parapara në buxhetin e komunës Ulqinit për vitin 2013 dhe 2014, ndoshta janë realizuar në disa nga to, por sigurisht që këto janë në mënyrë institucionale, nuk ka pas keq përdorime. Pikë parit, zgjedhjet kanë qenë qeta, kanë qenë pozitive, mirë për këtë që e thoni ju, e thojnë ata kundërshtar të Partisë Demokratike Socialiste, nuk ka qenë ashtu. Ne nuk kemi pas keq përdorime, nuk kemi bërë keq përdorime, kështu që gjithçka ka qenë në rregull sa i përket Partisë Demokratike Socialiste, as ka pas kurfar afere sa i përket Partisë Demokratike Socialiste, kështu që
vetëm këshilltarët të cilët nuk I menojnë të mirën Ulqinit, edhe ato parti politike të cilat janë, si të quaj, nuk e dojnë as Ulqinin, as Malin e Zi, ata kanë thënë edhe kanë dhënë asi vrejtës. Nuk mund ta mohoni që si drejtori e elektrodistribucionit ka pasur investime në kohën e fushatës, madje edhe brenda ditës kur është zhvilluar procesi zgjedhor. Janë parë kamion që kanë bardhur shtylla drejt zogajve, për shembull. Më falni, ju e dini që na punojmë edhe shtunën edhe dilen, për çdo ditë kemi kujdestarin në elektrodistribucion, edhe kemi pas prishje ku kanë qenë ekipët kanë shku me evitu prishjet e jo me ba fushat me shtylla. Sa I përket procesit parazgjedhor, domethënë aty kanë punuar gjithë kush sa ka mujt. Do të thënë fjalën tash mund të themi që ne se cili thot ne kemi qenë ndoshta më të voglit, se çdo kush ai që ka pushtetin, qoftë ai qendror, qoftë ai lokal, ai ka pasur edhe mundësinë që të punojë më tepër. Unë nuk kam fakte, por ndoshta edhe organet cilat janë kompetente për atë punë, janë atë ditë para zgjedhjeve, janë pa kamiona me cimento, janë pa kamiona me zhurë, janë pa shtylla bile edhe ditën që nuk punohet ditën e shtunë, kanë punu vetëm me shtylla për drita. Megjithse edhe ato nuk janë kompetenca të atyre që I kanë vënë, po janë kompetencë elektrifikimit, kompetencë të komunës. Është ba çdo kush, çdo parti mbaj sa ka pas. Gjë që nuk është e mirë, bile ndoshta duhet edhe ligji që edhe është ndryshim, duhet mi parapo ndoshta një gjatë tillë që si dalin, domethënë si shpallin zgjedhjet, qoftë në parlamentin e Malit Zin, qoftë në parlamentet lokale, që duhet organet kompetente, policia, prokuroria duhet dalin teren dhe duhet ta verifikojnë terenin, ku shkojnë kamionet, ku shkojnë këta, ku shkojnë çdo gjë. Ne s'kemi si subjekt, s'kemi qenë të barabartë me subjektet tjerë cilët kanë garu në këtë fushat. Na janë bloku mjetet, na janë bloku borxhet cilat I ka pas komuna ndaj unionit, ata s'kan qenë të vogla, ish fjala për një 18.000 euro, dhe në gjatë fushatës, posaçërisht ditëve të funit, është jetu një tregti e madhe me votë. Edhe keq përdorimi e kanë ba ata që kanë pas mundësi, që kanë pas financa, edhe që kanë pas tholla për me manipulu në gjatë kësaj fushate. Kush janë ata me emra? Kush janë garus tjerë cilë kanë dalë në ashtu, unë zdo të veçoj kërken konkret, por aja ka qenë evidente edhe atë kanë jetu të gjithë subjektet, edhe e din çka I shba. Procesi zgjedhor s'ka punu s'ku gjatë 3. Për gjithmonë janë përdoruar mjeta jashtëzakonshme, si kjo nuk isha kësi gjare kur janë fushatat, sidomos se zhvellën si nëna, ku jeton. Keq përdorimet kanë qenë jashtëzakonshme, sidomos kur zgjedhjet mahen vetëm në një komunë, e dim se partia më e fuqishme në shtet I shpërnxen tana mjetet me ardhur I ke votues, por kësaj herë nuk ka qenë veç PD-s-ja, aja partisi ka ba keq përdorime, besojnë se edhe shumë subjekte tjerë cilët janë treguar të fuqishëm janë shfrytzuar me të njëjtat mjete. Sa I takon fushatës reale, pa thëmë fushatës oficiale, cilë është ba nëpërmes medjeve dhe nëpërmes domethënë opinionit publik, aja ka fillu në një drejtim duhur për çka ka qenë mirë në prezantim programeve, mundimit me tregu se kush ka qef të bajnë në Ulqin, në administrat, çfarë ndryshimesh, çfarë investimesh, çka janë domethënë gjanat I para si do të afrohen nëse dikush e fiton pushtetin, e ka marru domethënë në një shpallje patriotizmit, cili është më tepër patriotizëm financiar. Subjektet shqiptare, Forca e Re Demokratike dhe Koalicioni Bashkë për të Ardhmen e Ulqinit theksojnë se varianti më I dëshirueshëm për formimin e shumicës parlamentare dhe ekzekutive është koalicioni midis partive shqiptare. Për komunën e Ulqinit, votat për partinë
Demokratike të Socialistëve të kryeministit Gjukanović dhe ashtu quajtura parti qytetare, në vërtet janë parti malazeze, SDP-ja dhe Malizi, që quhen veti pozitiv, janë votat të cilat në këtë garë kanë fituar 13 mandate, Partitë Nacionale Shqiptare 18. Do të thënë çdo koalicion i mundshëm mund të bëhet në bazat të 18 mandateve të partive shqiptare. Spari do të tulemi me partitë nacionale, cilat i kemi ato mandate që mundemi që ta bëjmë edhe një koalicion vetëm me Parti Nacionale. Partia Demokratike e Socialistëve pohon se përparësi për të krijuar pushtetin kanë partitë të cilat kanë koalicion me këtë subjekt në nivel lokal dhe qendror, duke pohuar pas një dilemë se posti i kryetarit të komunës i takon kësaj partije pasi ka fituar më shumë këshilltar. Unioni Demokratik i Shqiptarëve thot se ka pasur kontakte me Partinë Demokratike të Socialistëve për themelimin e pushtetit vendor të Ulqinit. Vlerësimet e tyre për koalicionet e mundshme i japin edhe Partia Socialdemokrate dhe Malizi pozitiv. Sa i përket kryetarit komunës së Ulqinit, dihet se ku i takon kryetari komunës së Ulqinit, ajo parti politike e cila është me një numër më të madh të këshilltarëve, aja do të thrasin gjithë partitë politike në biseda. Për ne janë bisedat e çeluna, jena shumë transparent, ato që e dojnë Ulqinin do të vinë me ne, që e dojnë malin e zi, do të vinë me ne, partitë politike të cilat në nivelin shtetënor janë koalicion, ata kanë përparësi, Unioni Demokratik i Shqiptarëve, Forca e Re Demokratike edhe koalicioni së bashku Partia Demokratike. Ai friksoheni një koalicioni të mundshëm që do të lë jashtë Partinë Demokratike të Unë nuk friksohem hiç, sepse qytetarët e Ulqinit e kanë një atë që 23 vjet stagnim i Ulqinit ka qenë, edhe të parin hap që do të bëjmë na, do të bëjmë me qeverinë e Malit të Zi, do të bëjmë kontaktet me qeverinë e Malit të Zi që ma vrushëm të zhvillohet Ulqini. Duhet të pranoj se na kemi bisedime sa i përket partisë cila ka fitu mandate më shumë, çdo gjë do të konkretizohet në organe tona partijake, mirë po jemi të hapur edhe për tjerë. Bisedat ka fillu, ku ka më dalë të shofin. Ali na, si Parti Socialdemokrate, kena më majt një principit si jevesh se kena me shiku programet, cilat i kena me partit si Manon, si na, për ma shumë kena me shiku njërës cilat keme propozu. 90% këshilltarëve në parlamentin e Ulqinit janë shqiptarë. Pse s'munden mu ba bashkë, pse s'munden me ardhë në një koalicion të madh, atë duani mi pyet ata. Na si dy këshilltarë si jemi në parlamentin, në konferencë shtypit haptas kena thirr lideret e partive shqiptare të krijojnë koalicion partive shqiptare nacionale, mas të lejojnë PD-s-n të vinë në pushtet. Nëse kërkojnë përkrahjen e jonë politike e kanë moralshme gjithsesi, por edhe politike nëse mendoj se munden na minimum me dy këshilltar jemi të gatshëm, ashtu si nuk kanë nevojë me kërku fajtorin as kërku tjetër.